Audiencën e ke shpjeguar në disa raste edhe një eksperiencë juaj, po besoj që ja vlen me thënë nga dal edhe një herë, sepse gjithmonë ka nevojë të thuhet një diçka që është me interes për publikun. Por që te familja Dehari, fatkeqësia e cila ju ka ndodhur, atyne ju ka vdek edhe një vëlla më herët se Astrid Dehari. Arbenori ka vdek. Këtë pjesë nuk është shumë që është shpjegu, po mene jo pse ka pas nevojë mu marrë me fatkeqësinë, por që ai ka pas Avni Dehari, tani deputet, i ka pas 2 djemë dhe që të dytë i kanë vdek, njëri në burg, tjetri ma herët. Për këtë pjesën e parë nuk dim shumë qysh ka ndodhë, pse ka ndodhë, se edhe ajo jënë rrethana me saj, di pak misterioze. Ja, nuk janë misterioze hiqja, don. Asjen misterioze. Le ta shpjegoj. Jo, Arbenori ka vdek nëse s'gaboj një 2-3 vite para Astrid Deharit, mas e ka marrë Prishtinën. Por që ka qenë edhe ai aktivist. Aktivist, atje shumë aktiv. Unë Arbenorin personalisht se kum njoft, Astridin po kur jemi kon në këto OJQ, në këto organizata studentore. Unë jemi kon atë në paqe studentore, ai ka qenë në SKV. Edhe jemi njoft kështu si koleg, po jo shumë kuptimin me pas shoqni. Arbenorin se kum njoft. Mirë po, kur ka vdek Astridi pastaj, edhe ai narracioni i Albin Kurtit që na vran në burg, pra ai krijoi një fabul që rreske në shoqni, mobilizoi ke elektorat, dolën e shtynë edhe tutje, pra u zhvendosën deri në limitet të marrëzisë, edhe e rikthyen qeshën e Arbenorit. Demek edhe Arbenor Deharin na kanë vrarë sepse nga balkoni ku ka kthyer ai, sa ai ka vënë rastet të kthyer prej balkonit. Ka kthyer prej balkonit. Po, nga balkoni ku ka kthyer Arbenor Dehari, thoshin atko, masi vdiq Astridi gjithmonë, thoshin janë gjetë edhe gjurmë të kpucave të tjerëve. Mëna në banesën. Në banesën e tij, po. Kjo sa thon kur te banesa kanë jetuar me prind apo ai ka jetuar ndaras? Po nuk e di, nuk muj me thon, po që ky lajm, që ky informacion u shpërndajë atko, masi vdiq Astridi, masi e vërtetoi Albin Kurti që vdekja janë një aktivisti, që o trajtuesi rasje politike, po mobilizon. Hajta futim edhe Arbenorin aty, pra që ky është ai instrumentalizimi i tmerrshëm që unë e kum pa dhe kum përjetuar. Edhe filloi me ma kriju një farë distancë kështu morale me vetëvendosjen, me gjithë ato që ndrojsha. Me pak njerëz ose me një njeri nëse zgaboj e kum bë llaf qeshën e Astridit kur e kum përjetuar traumën e parë edhe ma të rëndësishme në vetëvendosje, e ajo kon Liri Memetaj, se unë me Lirimin nifna moti prej 2011, prej 2010 në pak shok, në studime bashkë, ai në shkenca politike, unë në histori, kemi planuar një kohë bashkë. Edhe Lirimi ka qenë pak pjesë e aktivizmit? Lirimi ka përkrah, po kur i angazhuar. I ka pëlqyer edhe Lirimit, edhe me to e pa ta diskutuar. Bile asaj se besoj ke kështu, se ja kap ke kurqysh mendja as e tij që mundet Albini me thon atë fjalë, që e flasim besoj tash. Kështu që, pra, po domethënë Arbenori ka ardhur në shprehje ose o bo instrument edhe ai, por nuk ka rrejë sa Astridi, se Astridi është vrasje në burg, vrasje, vdekje në burg, vrasje vetë vrasje për mua është nuk ka dilema, e ka dhënë Instituti Zvicran atë farë verdiktin e vet. Ka qenë pikërisht 13 prilli 2022 kur erdhi ekspertiza prej atij instituti edhe rezultati keqen në mosat e Deharit që janë marrë në burg. Nuk ka ADN edhe gjurmë të askuj tjetër, që i bjen ajo vetë vrasje, sipas institutit. Dakor. Të kjo pjesë është shumë rëndësi. Qeveritë e kalume, sikur pse kanë qenë menaxhues të institucione, e kanë ndjenë një barë të përgjegjësisë më shumë, edhe kanë punu shumë më shumë këtë drejtim si në aspektin financiar, kanë do mjete, buxhet, për me shty edhe me e zbarë të vërtetin lidhe me rastin. Tani ti si ish aktivist, kjo qeveri, çka ka bën lidhje me këtë, sepse ka qenë a priori gjëja e parë që këta e kanë premtuar që ne kur të vijmë në qeveri, do ta bëjmë gjën, s'po thënë të parën, po ndër të parat. Ma rëndësishme për ta. Po kjo ka qenë që edhe nashta edhe prej të gjithë aktivistëve u prit një gjë e tillë. A kanë bërë diçka në këtë drejtim? Veç më letë ndërtoj rrëfimin. Po. Para prakish, mu më kujtohet, kryeministri Haradinaj, ish kryeministri Haradinaj, ja pa të ofru familjes Dehari super ekspertizën. Edhe kërkesa ti ose lutja e Ramushit ka qenë zgjidhni ju cilin institut
në Europë, në Amerikë, kudo që besoni që o ma kredibili, edhe ta zbardim rastin. Ka refuzuar vetë vendosja dhe familja. Pse? Pse? Pikrish këta jo qeshtja. Sepse unë ala mendoj edhe imi bindon që vetë vendosja nuk do me zbarë rastin asritit. Edhe pse njerës e din, po nuk do me pas një verdikt zyrtar. Ja qitë një pikë, me thonë që të u kry. Me një deklarim që ky person o vetë vra ose e kanë vra. Këto nuk e donë vetë vendosja, sepse i leverdis hala me përdojnë fushata. Hala bëjnë nekropolitik. E që ka bo kër ka artë Albini në pushtet, na kemi pa një maskarat. Thash, tash po dalë të instituti. E përëm që rezultati instituti që kështë të folë. O konë 13 prillit 2022. Sa nuk ka gjurëm kërkuj përveç Deharit, që logjika normale është që ajo e ka vra vetën, si pas ati instituti. Dolin në mromi ose nesrit, Albulena Agji u tha, mosat e Deharit, prej këtu kanë shku dëmtume, që i bjen nuk e pranim rezultatin. Në regull deri këtu, me 8 dhjetor viti i njetë, 23, më falit ko ka konë, jo 22 viti, 23, me 8 dhjetor 23-ës, viti i njetë, kur në prill erdhën mosrat, erdhë rezultati, nuk e praneve të vendosja, me 8 dhjetor 23-ës, duel lajmi që mosat e Deharit, ato që janë egzaminuar në Zvicër, tashmo janë zhduk nga Instituti Mjekësisë Ligjore, të laboratorit toksikologjisë. E njëta ministre del thot, humbja e mostrave neve na pengon me zbarë rastin. Qyre kontradikton. Humbja e mostrave dëmtune. Po, humbja, imaginotash, qyre në prill i ka kualifikuar vetë pavlefshme, në 10 orë i vajton sepse mungesa aty në neve ka me na pengu me zbarë rastin, që i bjen kjo manipulimi pastër. Po këta që kanë, por e që kësa jonë të padishëm, kanë harru që kanë folë në prill, në 10 orë dalin këtë kontradikt. Nëse në prill i ke kualifikut pavlefshme, qëfar rëndësie, qëfar relevance kanë këto në 10 orë që ti po thu, tash mungesa atyne, neve na pengon me zbarë rastin, pasaj u gjeton e kështu me radhë. Pa kemi një linjë kështu të maskarallekut të shpërfaqme, vetëm me manipulua ose me zvarrit si proces. Por mu është i mbyllën fakti që këta nuk kanë pranu me posto për ekspertizën. Pse? Shrot pyetja. Sepse rezultati ja u shpërthen fluskon që kanë ndërtu me vite që asritin e kanë vranë në burg. Kush kanë se ka vranë këtë vend? Unë nuk e di tash se tash mu i me dhonë në deklarate edhe mundën me irritu dikond ose me knaqë dikond. Por unë i besoj edhe jemi primi beso shkencës. Instituti Zvicran o koni qartbre, ku ka faj shtetit e vdekja ati, është që ka dhonë deklarimet kontradiktore natën e vdekjas. Njerë thojshin ka vdek në burg, pasaj thojshin ka vdek në spital Prizrenit, pra kjo është përgjithësi institucionale. Edhe përgjithësia dytë është që është mund të vdek njeri në burg, cila është niveli sigurisë aty, kur të jelen një person vetë në qeli, që është ndalume, edhe aj bënë vetë vrasje ose e vrasin. Këtu ka përgjithësi shteti, po trajtimi si vrasje politike, pastaj shëndrimi i ti në hero kombëtar, mund bezdis pa mas. Po ma shumë se kaq, që kam irriton hala, qysh me vetë dëshirë, prindët e ti, edhe Avniu, edhe Gjemilja, pranojnë që një tragedi familjare me konvertuar në poen politik. Vetë familja e para ka pranuar me trajtue si rast politik. Vetë familja ti ka pranuar e të ndjerit asritit, ka pranuar me përdor politikisht. Mund kujtohet 5 ditë mas vdekjes, mas varrimit asritit, në Rubikon të KTV-s, Gjemilja Dehari, me Avni Dehari në deklarin kështu, po ti citoj, Gjemilja i thoshtë atko, publikisht, këthema pushkon që ma ke vra djalin, Hashim Faqit. Që aty ka nisë më marrë me politikë. Zbërthimi i kësaj këthema pushkën? Demek, kjo nuk ish dilema që e ka vra Hashim Faqit djalin, veç politika ose perverziteti shkon denat mas, edhe pja lyp kushtimisht në mënyrë metaforike pushkon që me ke vra djalin. Që aty Gjemilja Dehari, bashkë me Avni Deharin, kanë bo politikë me djalin e vetë vdekan. Për mund këta prind nuk zënë fije respekti. Prandaj unë kum pas qef gjithmonë me ballavaquën në debate, kur folet për asritin, me pas ose Gjemilën ose Avnin aty, s'm ka ra kur mundësia. E pa ta kritikua kështu shoqënisht, Molliqin ai ka pas një përballje me Gjemilën Deharin në Rubikon tashmon në Klan, jo në KTV, edhe e kursej shumë. Nuk don unë i kursej kondishmëri për rastin, po jo po edhe për rastet kur vetë prind pranojnë një tragjedi familjare me përdor politikisht. Kjo është e ulët. Menoj që do në pas pak kot etik, pak moral politik, që këta se kanë.